po tjetër që e meritum dhe në pjesën e dytë ishim pak më të kthjellët, mund të shënoshim edhe golin e dytë, pavarësisht se i lëm Ignatiës çarkullimin e topit. U rujt me mjaft mirë në fazën mbrojtëse, nuk na rrezikunin përveç disa gjujtjeve nga larg, ishim djem vujtën, por disiplinën në fund e kishin maksimum, kjo është gjë që më gëzon, dhe natyrisht një ndeshje e tillë me kryesuesen. Gjithmonë të rëndësishme janë 3 pikë këta ndeshje, nuk është se duhet mu luajt shumë, duhet mu fitu, sepse janë të rëndësishme pikët. Mu më gëzon fakti që lojtarët e dëmtuar po kthehen. Normalisht nuk janë në gjendjen e tyre që duhen me kanë, por derisa s'kan dhimbje, kanë bërë stërvitje me grupin, kjo është ajo gjë që më gëzon. Thash që janë të rëndësishme pikë, sepse forma e tyre do rritet nga dita në ditë, por ndeshjet janë shumë shpejt dhe duhet kemi shumë kujdes me ngarkesat, sepse thash vinë nga dëmtimet, po marrin gjendje, nuk duhet i sforcojmë të i fusim para kohët lojë, sepse mandej dëmtona shumë. Ne faktikisht me kundërshtar direkt jemi më anelt, si do them edhe me Dinamon jemi njësoj, me Ignatin jemi më mirë ne, me Elbasanin jemi barazim, ne kemi lënë pikë me ekipet e tjera, por thash shumë e rëndësishme është kthimi i lojtarëve në formën e tyre. I presim, kanë rritje shumë, sepse ne shohim edhe parametrat fizik mas lojës dhe gjatë stërvitjes që i monitorojmë, janë rritje e sipër, them që shumë shpejt ato do rrisin te pikat maksimale që të kthehna aty ku ishim pak më në fillim kampionatit ose në fazën e parë. Gjithsesi thash, më gëzon që po shkojnë tek ajo formë që ata kanë pas përpara. Këtë agresivitet dëshirë lojtarët e mi jo se nuk e kanë pas. Por thash, gjendja fizike mas dëmtimeve të shumta që kena pas nuk ta lejojnë për me bua, sepse mendja dhe forca janë dy gjëra, nuk mundesh me kanë i gatshëm, sado që ti jesh i mushur dhe ti jesh në kokë për me bërë një gjë të tillë kur gjendja fizike mungon, atëherë duhet edhe çalojmë. Kështu që sot unë s'kam pas kur dyshimet e dëshira dhe lufta djemve, thash duhet me u pajtu fatit që kishim përpara, ma gjitha të dëmtimet që kishim, tash s'na më gjatë të rikuperojmë forcat, sepse kampionati është shumë shpejt. Pikërisht, janë lojtarë që unë kam thënë edhe në fillim kampionatit që këto lojtarë janë gjithsecili për me himi lujt nga fillimi dhe vehem vështirësi, unë shaf cilët janë më mirë gjatë javës, mundona me përshtatë dhe kundërshtarit, kështu që çdo ditë më tepër ata po vinë, çdo ditë më tepër do të vëmë vështirësi që me fut nga fillimi, por gëzohem faktit edhe jam i bindur si unë edhe çdo futbollist nuk e ka të rëndësishme kush luan, kush nuk luan, por të rëndësishme ka kush fiton nesh. Jemi dhe presim. Ishim me një lojtar tjetër pak ditë më përpara, ishte pothuajse kryme, u largu te një ekip tjetër, nuk s'du më dhanë emrin, megjithatë presim edhe një tjetër këto ditë, edhe merkaton e kemi të hapur. Kjo është e rëndësishme, presim në një që do dhe nga data 20, 21, 22 presim një lojtar tjetër, gjithsesi duhet jemi të vëmendshëm kemë marrë në lojtar që na shërbet. Me thënë të drejtën, ne po sulmojmë edhe pjesën e mesit fus sulmit, por edhe një përforcim mbrojtje do ta kishte bë mirë. Unë di që u bëj loj fair play në tana drejtimet, nuk e di këta ankesat e gjykimit janë bën mod të disa herë humim. Unë s'pash një gjë që mundem i thënë Albir Biles, nuk e di, e ka gjykuar ashtu. Mund ta kanë me po ekipin tem, lojtarët e mi. Ndeshje e fortë, mas 4 ditëve lusim kundër Dinamos, ekip shumë i mirë, ekip që është aktualisht sot është një pikë mas nesh, por mundet nesër me barazu, me fitu, mund t'jena prepator të jena 2 rival direkt që luftojnë për trofe. Do jetë ndeshje e fortë, do bëjmë maksimumin, ashtu si që ishim sot, bashkum, ashtu do të shkojmë edhe në Tiranë, mandej Zoti e din si me loja.